gëzuar 8 marsin në të gjitha gratë në tërë botën. Dhe në të gjitha gratë që kanë bërë deri më sot shumë sakrifica për të mbajtur familjen dhe kanë lënë të gjitha dëshirat e tyre për të plotësuar të tjerëve dhe për të vazhduar jetën më poshtë. Sot jam këtu të them që nuk është më nevoja që ti të sakrifikosh, nuk është më nevoja që ti të luftosh, nuk është më nevoja të tregosh sa e fortë dhe sa vlera ke, që ti je grua. Vetëm që je grua, ke sjell jetën dhe e ke çuar atë më poshtë, duke lindur fëmijët e tu, i ke bërë të gjitha. Prandaj që sot thuaj vetes, meritoj të jem kjo që jam. Dashuroj veten time dhe jap që sot dashuri për këtë që jam. Se jam gjithçka dhe nuk është nevoja të tregoj tek asnjë se sa vlera kam. Fillo të besosh tek vetja dhe ti thuash sot vetes në pasqyrë, bravo për gjithçka që ke bërë deri më sot. Mos prit nga të tjerët. Në të njëjtën kohë, të them, mos ish në prishmëri, akoma dhe nga fëmijët e tu sot, që të thonë, gëzuar 8 marsin, po thuaja vetes tënde. Kjo ditë është vetëm të kujtoj ty, grua, me kaq vlera të mëdhaja, sa shumë e madhe je. Dhe për të gjithë ju burrat që më dëgjoni, ju faleminderit dhe juve që jeni pasqyra jonë, që na bëni me veprimet tuaja të kuptojmë dhe të japim dashuri dhe vlera vetes tonë. Të tregojmë sa shumë gjëra kemi arritur deri tani dhe nuk është më nevoja të bëhemi burra dhe jeni zvogëluar ju. Ne jemi krijesa, jemi gjithçka dhe ju jeni për ata që jeni. Ju jeni burrat dhe ne gratë. Ju falenderojmë dhe mos prisni asgjë nga të tjerë. Sot ju uroj të gjithëve të bëni atë që doni. Ju femrat bëjni dhuratë vetes tuaj, atë që ju dëshironi, duke mos pritur nga të tjerët. Dhe kalofshi sa më bukur. Unë sot kam dhe ditëlindjen dhe nuk është thjesht që jam lindur në këtë ditë. Më quajnë Merita, jam femër, jam lindur në ditën e grave dhe nuk është thjesht kjo që bëj për të gjithë ju. Sepse Zoti akoma dhe njerë më tregon që unë nuk kam nevojë të tregoj sa merita kam. Emri më tregon meritat e mia. Nuk është nevoja të luftoj dhe të sakrifikoj me për gjinin femrore, sepse ne na takojnë të gjitha, si kush në vendin e tij. Ju faleminderit, jam mirënjohëse për të gjitha dhuratat dhe për të gjitha urimet që më keni bërë që në mëngjes, sepse ma bën të jetën dhe ditën më të bukur. Po e para që bëj jetën më të bukur jam unë për veten time. Ndaj, vendosa që edhe unë sot të bëj një dhuratë për veten time. Diçka tjetër që dua t'ju them, dilni nga ankesat, sepse ankesat nuk janë tona, po janë të mamave, grave tona që kanë vojtur dhe nuk ishin këtë lirin. Dhe thuani vetes faleminderit që jetojmë në 2025 dhe jetojmë këto gjëra të bukura.